Përcjellni nga unë qoftë dhe një ajet. Imami dha selam dhe përfundoi namazin e akşamit. Ishte imam në njërin nga xhamitë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Menjëherë pas namazit ju ofrua një njeri, trup madh e zeshkan, dhe mori prej tij leje që ta marrë mikrofonin në dorë dhe ju drejtua xhamatit. Ishte hera e parë që xhamati e shihnin këtë njeri në xhaminë e tyre. Ky njeriu tha: Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe filloi ta lexoj surën Fatiha, ajet pas ajeti, derisa e përfundoi me një tekst të dobët, dhe dëgjuesi po mos ta dinte surën Fatiha, s'do ta kuptonte fare se çfarë lexon, asnjë shkronjë. Pasi që e përfundoi leximin e tij, e mbilli mikrofonin dhe shkoi në fund të xhamisë. I fali 2 rekat vullnetar dhe pastaj doli. Imami e përcillte duke u falur dhe pasi që e përfundoi namazin, i shkoi pas dhe në mendjen e tij i kishte mira pyetje, se kush është ky djalosh dhe çfarë nxiti ta veprojë atë që e veproi. As nuk kishte zë të bukur, e as shqiptim të pastër, e as lexim të drejtë. Kryesorja ishte se imami arriti të dalë dhe ja parashtroi pyetjet, kurse ajo që e dëgjoi nga ky djalosh ishte befasi. Djaloshi i tha: Unë jam musliman i ri, e kam pranuar islamin para 2 ditëve dhe e lexova një libër rreth islamit dhe përcjelljen e tij deri te njerëzit dhe e gjeta një hadith të mrekullueshëm që më nxiti ta bëj atë që e bëra sonte në xhami. E cili është ai hadith? E pyeti imami, u përgjigj: Hadithi, përcjellni nga unë qoftë edhe një ajet. Unë i di përmende 7 ajetet e surës Fatiha dhe ato i përcolla sonte në xhami.